Horoskopi i Akrepit 2026, viti i fuqisë së brendshme dhe transformimit. Akrep, të sunduar nga Marsi, ju jeni intensiv, pasionant dhe jashtëzakonisht të vendosur. Prania juaj është magnetike. Nuk kaloni pa u vënë re, sepse kudo që hyni sillni thellësi, seriozitet dhe ndikim. Aftësia juaj për të transformuar veten dhe jetën tuaj është ajo që ju dallon nga të tjerët. Nuk përshtateni me rrethana, i ndryshoni ato, qoftë në marrëdhënie, punë apo zhvillim personal, ju veproni me fokus total. Nuk bëni gjëra gjysmake. Kur vendosni diçka, shkoni deri në fund. Intuita juaj është armë strategjike, shihni atë që të tjerët nuk e kuptojnë dhe zgjidhni probleme që duken të pasgjidhshme. Kreativiteti juaj nuk është i zhurmshëm, por i thellë dhe efektiv. Jeni jashtëzakonisht besnik ndaj atyre që doni, por njëkohësisht shumë mbrojtës ndaj botës suaj të brendshme. Nuk i hapni lehtë ndjenjat apo mendimet. Kjo ju bën misterioz, por edhe të vështirë për t'u lexuar. Jo të gjithë e dinë çfarë po mendoni, dhe kjo është zgjedhje, jo dobësi. Sipas parashikimeve për Akrepin në 2026, ky vit sjell mundësi të fuqishme për rritje profesionale dhe për thellim emocional. Nuk është vit sipërfaqësor. Është vit që kërkon pjekuri, durim dhe tokëzim. Sfidat do të shfaqen, sidomos në jetën personale, por lëvizjet planetare tregojnë qartë se përparimi është i pashmangshëm nëse qëndroni hapur dhe i balancuar. 2026 nuk të premton rehati. Të premton evolucion. Nëse qëndroni fokusuar, i sinqert me veten dhe i gatshëm të heqësh atë që nuk funksionon më, ky vit mund të shënojë një nga kapitujt më të fortë të jetës tënde. Thelbi i vitit 2026 për Akrepin: fuqi përmes vetkontrollit, rritje përmes sfidave, thellësi emocionale, jo iluzione, sukses i ndërtuar, jo i dhuruar. Ky është viti ku Akrepi nuk reagon, udhëheq. Datat e fuqisë, këto nuk janë ditë të zakonshme. Janë pika kthese, 14 mars, një zgjim i brendshëm. Diçka bëhet e qartë pa shumë shpjegime. Mund të jetë një e vërtet për veten, një vendim që nuk shtyhet më, ose një ndarje e domosdoshme nga diçka që të ka mbajtur mbrapa. Intuita është e fortë, injorimi i saj do të kushtojë. Vepro me qetësi, por me vendosmëri. 2 maj, një derë hapet. Mundësi konkrete, jo premtime boshe. Mund të lidhet me punë, studim, ose një bashkëpunim që të stimulon mendërisht. Është ditë për të thënë po vetëm atje ku ka arritje reale. Çfarë nis tani ka potencial afatgjat. 10 shtator, kulm emocional dhe shpirtëror. Një cikël mbyllet. Mund të ndjesh lodhje, por është lodhje pastrimi. Heq dorë nga një rol, një mask, ose një lidhje që nuk përputhet më me versionin tënd të ri. Çlirimi është i fortë, edhe nëse fillimisht duket i vështirë. 9 nëntor, ditë fuqie personale. Magnetizëm, qartësi dhe ndikim. Ajo që thua dëgjohet, ajo që bën vërehet. Ideale për prezantim, dalje publike, ose vendime që kërkojnë guxim. Energjia jote është e fokusuar, përdore me mençuri, jo impuls. Përmbledhje e thatë, Mars, zgjim, Maj, mundësi, shtator, çlirim, nëntor, afirmim. Këto data nuk duhen shpërdoruar. Janë pika ku fati reagon ndaj zgjedhjeve, jo anasjelltas. Shëndet, shkurti sjell një përballje serioze me realitetin, ndërsa Saturni dhe Neptuni bashkohen dhe heqin iluzionet. Trupi nuk gënjen më. Simptomat që ke injoruar, lodhja kronike ose çekuilibrat emocional dalin në sipërfaqe jo për të frikësuar, por për të zgjuar. Ajo që zbulon këtë muaj kthehet në armën tënde më të fortë. Vetdia është superfuqi, nëse vepron mbi të, hëna e plotë e prillit sjell zgjidhje konkrete. Mund të jetë një mjek, terapist, trajtim alternativ ose ndryshim rutine që jep rezultate të dukshme. Energjia rritet, lëkura pastrohet, gjumi përmirësohet. Nuk është magji, është kombinim i saktë mes disiplinës dhe kujdesit të duhur. Këtu kupton se shëndeti nuk është luks, por strategji jetese. Në korrik, Neptuni në retrograd jep paralajmërim të prerë, mos bëj kursime të gjumi. Mungesa e pushimit nuk të bën më produktiv,
të bën të paqartë, emocionalisht të paqëndrueshëm dhe fizikisht të dobët. Nëse e injoron këtë, trupi do ta imponojë vetë ndalesën. Ritmi i shëndetshëm fiton ndaj sakrificës së verbër. Deri në nëntor, Venusi të mëson një të vërtetë të thjeshtë, por të fortë. Lumturia jote nuk ka lidhje me impresionimin e të tjerëve. Nuk vjen nga pamja perfekte, as nga aprovimi social. Vjen nga rehatia në lëkurën tënde, nga zgjedhjet që të respektojnë dhe nga jeta që nuk kërkon shpjegime të vazhdueshme. Thelbi, shëndeti fillon me sinqeritet, energjia vjen nga kujdesi, jo nga shtirja, dhe lumturia reale nuk ka publik, është personale. Karriera dhe jeta profesionale. Çfarë parashikon horoskopi i Akrepit për 2026? Horoskopi i Akrepit për vitin 2026 tregon qartë: ky është një vit i fortë për zhvillim profesional, por vetëm për ata që qëndrojnë të fokusuar dhe punojnë me integritet. Nuk ka sukses të shpejt pa bazë. Çdo gjë fitohet me durim dhe strategji. Vitin e nis me energji të lartë dhe objektiva ambicioze. Ke dëshirë të ngjitesh më lart, të provosh veten dhe të mos mbetesh në vend. Megjithatë, her pas here mund të ndjesh shkputje nga puna aktuale. Kjo ndjesi nuk është kapriço, është sinjal. Fillon të pyesësh veten nëse kjo rrugë përputhet ende me atë që je duke u bërë. Kjo të shtyn të rishikosh drejtimin profesional ose të eksplorosh mundësi të reja. Mund të tërheqin fusha jo tradicionale, role jashtë komfortit ose lëvizje të guximshme që të tjerët nuk i kuptojnë menjëherë. Pikërisht këtu fshihen mundësitë për thyrje rutine dhe përparim real. Por kujdes, guximi duhet shoqëruar me disiplinë. Vendimet impulsive mund të kushtojnë, qëndro i lidhur me vizionin afatgjallë. Nëse e di ku do të shkosh, mos u shpërqendro nga devijime të përkohshme. 2026 shpërblen ata që din të presin momentin e duhur. Nëse ke biznesin tënd, fillimi i vitit fokusohet te themelet. Nuk është fazë shpërthimi, por konsolidimi. Rregullim strukturash, analiza financiare, përmirësim procesesh. Rritja mund të duket e ngadalt në fillim, por pikërisht kjo periudhë ndërtimi krijon terrenin për zgjerim më të fortë në pjesën e dytë të vitit. Studentët e Akrepit mund të hasin vështirësi me përqendrimin në muajt e parë. Mendja shpesh endet, motivimi luhatet. Disiplina është çelësi. Vendosja e objektivave të qarta, menaxhimi i kohës dhe një rutinë e qëndrueshme do të bëjnë diferencën, veçanërisht për provime konkurruese më vonë gjatë vitit. Për mbledhje e drejtë për drejtë, ambicie ka, por kërkohet fokus. Ndryshimi është i mundur, jo i nxituar, themelet këtë vit. Rritja më pas, disiplina fiton ndaj impulsit. Dashuria dhe marrëdhëniet. Çfarë i pret Akrepit në 2026? Horoskopi vjetor i Akrepit për 2026 flet qartë për evolucion emocional. Nuk është vit i romancave të lehta apo premtimeve boshe. Është vit testimi, pjekurie dhe rindërtimi të lidhjeve që kanë vlerë reale. Muajt e parë vënë në provë durimin, sidomos për të martuarit. Keqkuptimet, mungesa e kohës cilësore ose distanca emocionale mund të krijojnë tension të përkohshëm. Shpesh problemi nuk është mungesa e dashurisë, por komunikimi i dobët. Heshtja, supozimet dhe shtyrja e bisedave të vështira vetëm sa e thellojnë ndarjen, gjysma e dytë e vitit ndryshon tonin. Lidhjet që mbijetojnë fillimin e vështirë futen në fazë rindërtimi. Besimi forcohet, çështje të vjetra marrin zgjidhje dhe intimiteti rikthehet, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Kjo është periudhë ku partnerët fillojnë të shohin njëri tjetrin pa iluzione, por me respekt më të thellë. Nëse je në një lidhje, por jo i martuar, fillimi i vitit mund të duket monoton ose emocionalisht i ftohtë. Rutina e përditshme dhe pritshmëritë e pashprehura krijojnë distancë. Zgjidhja nuk është dramatizimi, por pjekuria. Biseda e hapur dhe kuptimi i nevojave reale të njëri tjetrit e kalojnë këtë fazë. Për Akrepët beqar, fillimi i 2026-s mund të duket i ngadalt në aspektin romantik. Takime ka, por lidhje me peshë jo menjëherë. Ky nuk është vit për lidhje sipërfaqësore.
Ndërsa viti ecën përpara, veçanërisht në gjysmën e dytë, rritën ndjeshëm shanset për të takuar një partner me përputhje të thellë emocionale dhe mendore. Çiftet e forta nuk ndahen, por ndryshojnë terren. Disa zgjedhin një pauzë të vetëdijshme për të rregulluar drejtimin, të tjerë ndërrojnë stil jete rrënjësisht, zhvendosje, ritëm i ri, ose një vendim i madh si fëmia. Nuk ka më marrëdhënie në autopilot. Çdo lidhje duhet të ketë vizion, beqarët nuk shpërblehen me aventura kalimtare. Eklipsi hënor i gushtit sjell një takim me peshë karmike. Jo zjarr i shpejt, por lidhje që qëndron. Dikush që nuk të huton, por të qetëson. Një energji familjare e njohur, sikur e ke ditur gjithmonë, jeta familjare. Çfarë thon parashikimet e akrepit për 2026, kur vjen puna te familja dhe shtëpia? Viti 2026 kërkon durim emocional dhe komunikim të kthjellët. Nuk është vit konflikti të hapur, por i tensioneve të nënkuptuara. Ajo që nuk thuhet hapur, ndihet më fort. Muajt e parë mund të sjellin keqkuptime, sidomos me prindërit ose figurat më të vjetra të familjes. Diferencat në mendim, pritshmëritë e pashprehura dhe temat e vjetra që rikthehen mund të krijojnë fërkime. Këtu fjala është armë. Një shprehje e gabuar mund të ndesë një debat të panevojshëm. Zgjidhja nuk është heshtja, por zgjedhja e saktë e fjalëve. Çështje të vogla rrezikojnë të zmadhohen nëse reagimi është emocional dhe jo i matur. Akrepi ka prirje të mbajë brenda gjërat derisa të shpërthejnë. 2026 kërkon të kundërtën, sqarim të hershëm. Qasje të drejtë për drejtë dhe ton të qetë, koha cilësore me familjen bëhet vendimtare. Jo prezencë fizike, por vëmendje reale. Biseda të sinqerta, dëgjim pa gjykim dhe hapje emocionale ndihmojnë në shkrirjen e distancës që mund të jetë krijuar me kalimin e viteve. Nuk zgjidhet gjithçka menjëherë, por krijohet terren i shëndetshëm. Në gjysmën e dytë të vitit, ambienti i shtëpisë përmirësohet ndjeshëm. Atmosfera bëhet më e qetë, më e qëndrueshme. Mund të ketë ndryshime konkrete, rregullim shtëpie, zhvendosje, ose thjesht ndjesinë se shtëpia më në fund të jep paqe dhe jo tension. Ky është viti yt i zhytjes së thellë, jo i sipërfaqes. Në gjysmën e parë të 2026-s, Jupiteri vepron si filtër i pamëshirshëm. Njerëzit bosh, bisedat pa peshë dhe zakonet që të shpërqendrojnë bien vetë nga jeta jote. Nuk është izolim, është pastrim. Mendja dhe shpirti yt kërkojnë përmbajtje reale, jo zhurmë digjitale. Fillon të pyesesh pse më shpesh se si, dhe ky është një ndryshim serioz, emocionalisht bëhesh më selektiv. Nuk të mjafton më të duket mirë diçka, duhet të ketë kuptim. Ky tranzit të shtyn drejt vetë analizës, ditarit personal, meditimit ose leximeve që hapin shtigje të reja mendimi. Është një periudhë ku e vërteta e brendshme vlen më shumë se miratimi i jashtëm. Rreth tetorit, Merkuri ndes një shkëndij të re mendore. Mund të zbulohet një pasion që lidhet me simbolikën, astrologjinë, energjitë ose praktika të vjetra mistike. Nuk është mod kalimtare, është thirrje. Mendja jote bëhet më e mprejtë, më intuitive dhe fillon të lidh fije që më parë dukeshin të palidhura. Kjo është faza ku kurioziteti kthehet në dije, nëntori sjell Venusin, por jo në formën klasike të shkëlqimit të shpejtë. Bukuria këtë herë kërkon pushim, kujdes dhe ritëm të ngadaltë. Mund të ndjesh nevojën për të tërhequr pak, për të rigjeneruar trupin dhe energjinë. Glow up i yt nuk është vetëm estetik, është i brendshëm. Dhe kjo kërkon heshtje, jo sken. Deri në dhjetor, gjithçka fillon të marrë formë. Ajo që ke pastruar, mësuar dhe ndërtuar brenda vetes tani reflektohet jashtë. Je më i qartë, më i fortë emocionalisht dhe më i lidhur me intuitën tënde. Kur shkëlqen në fund të vitit, nuk është sepse kërkon vëmendje, por sepse ke thellësi. Dhe kjo nuk imitohet, ju uroj vit me fat.